Faleminderit zoti kryetar për të nisur nga gjërat e rëndësishme. Zoti Braçe, në fakt nuk kemi hequr dorë nga vendimi për kursin e lirë të këmbimit. Nuk thash unë absolutisht asgjë ndryshe, po duket që ekonomia shqiptare i ka ngritur duart dhe e ka lënë pastrimin e parave 30% normalisht në çdo sektor. E për t'ju përgjigjur ministres, në fakt kur dëgjon një ministre ekonomie që ka qenë një ministre financash, ti mendon që po flet me shifra e po dëgjon shifra, dhe jo sikur bën bisedë te kafja lagjes, është rrit GDP-ja, është ul papunësia. Zonja ministre, dy gjërat keni parasysh. Besoj keni analizuar të dhënat e Instatit, se keni qenë dhe drejtoreshe e Instatit, për sa i përket rritjes ekonomike. Vjen nga ndërtimi kryesisht dhe nga shpenzimet e qeverisë shqiptare. Nuk ka sot rritje tjetër ekonomia. Fuqia blerëse shqiptarëve është e fundit në rajon, $24.000, ndërkohë që Malizi, Serbia, Maqedonia e ka në 36.000. Këto janë tregues që tregojnë se sot shqiptarët nuk po shpenzojnë dot, nuk kanë fuqi për të shpenzuar, dhe kjo pastaj shkon zinxhir në ekonomi. Ju thoni që do të miratojmë një ligj për produktet made in Albania, po çfarë duhet ligji atyre që kanë falimentuar? Po hikin kompanitë fason. Ajo kompania ku keni qenë ju kofra është mbyllur, 500 punonjës janë hedhur në rrugë. Janë hedhur në rrugë, është mbyllur këtë muaj. Po çfarë duhet ligji atij? Çfarë të bëj me ligjin? Çfarë duhet bëj një biznes që mbyllet me ligjin? I jepini mbështetje sepse po e shkatroni ekonominë shqiptare. Kur isha ministre financash nuk ktheje përgjigje, pas ke marrë vrull tani që e bërë ekonomist. Mos merr përsipër gjëra që s'takojnë, ta thash dhe një herë.